mbajtjen e zgjedhjeve, a mendoni ju apo jeni penduar që keni Jam penduar as pak dhe gjykata kushtetuese me vendimin e marrë për pezullimin e pjesën të 1/6 të dekretit të presidentit të nxjerrë kohë më parë është shumë e respektuar nga ana jonë. Ky është reagimi i presidentit Begaj për sa i përket dekretit që ai dha për Bashkinë e Tiranës, një le të themi dekret që urzuar nga gjykata kushtetuese. Karanxha, nga pikpamja ligjore, çdo thot kur rrëzohet një dekret i presidentit nga gjykata kushtetuese. Këtu nuk kemi rrëzim, më sa po kemi pezullim të dekretit. Është sepse duhet kemi parasysh. Neni 115 i kushtetutës është i qartë që thotë, domethënë nuk mund të shpallen zgjedhje të reja pa u shpreh gjykata kushtetuese dhe pezullohet, pra është e qartë në kushtetutë. Dhe këtu pezullimi është bërë mbas neni 45 ligjit për gjykata kushtetuese dhe është caktuar një datë. Tani te procedura për shkarkimin e Erion Velis që kemi diskutuar dhe më parë. Për mendimin tim personal, se janë ndarë disa rryma juristësh thonë që në ligj nuk është parashikuar nuk ka asnjë shkak për shkarkim, duhet ndryshu ligji që mos paraqitja në detyrë me mas sigurimi tjetë në mënyrë të veçantë. Po për mendimin tim personal, neni 62 paragrafi 3 i ligjit për pushtetin vendor është i qartë. Ku nuk shon 3 muaj në punë, duhet të caktohet një tjetër. Personi, në fjalë Erion Velia, është me mas sigurimi arrest në burg pa afat dhe nuk mund shkojnë punë. Tani, gjatë procedurës, kjo procedurë me kalime 3 muajve është kërkuar nga përfaqësuesit e djathtë të Këshillit të Bashkiak, është kërkuar që mbarimi i mandatit, ose më saktë të shkarkimi i Erion Velis me nenin 62 paragrafi 3. Kjo u hodh poshtë, kjo kërkesë ose nuk u mor fare, tash në shtator opozita vendosi shkarkimin e tij. Dhe me drejtë dhe opozita tha neve jemi për heqjen e tij se s'mund votojmë pro që rrin në detyrë. Në mënyrë unanime u vendos. Tani këtu është diskutimi te procedura. Sepse e drejta materiale, si thosh, është shkove 3 muaj në punë duhet të ikësh. Këtu Erion Velia nuk u la të flasi para Këshillit pavarësisht se kishte bërë kërkesë për të pyet. Ky është diskutimi. Pse? Çfarë do i kushtote Këshillit Bashkiak ta dëgjojnë. Ata kanë gjuhë Erion Velin për çështjet niveli 2, nivel, ose debate nga më të ndryshmet. Tash mos kesh debate, të bësh debate për çështjet për shkarkimin e vet kryetarit. Kjo është për mua shkelje procedure që do ta çmoj gjykata kushtetuese. Parimi i gjimit është shumë i rëndësishëm. Tani ky propozimi i shkarkimit i shkoi Këshillit Ministrave. Këshilli Ministrave, domethënë, vendosi sepse propozon Këshilli. Këshilli propozon, ka thjesht firmoset vendimi i qeverisë dhe i çohet për datë zgjedhje. Tash presidenti Begaj ka pasur praktikën e Erion Velis. Kanë qenë dhe 5 bashki tjera, të cilat duhej të bëheshin zgjedhje të reja. Tani neni 61 i ligjit për pushtetin vendor thotë që një nga rastet e mbarimit mandatit është dhe kur që mbaron mandati me nenin 62. Po nenin 62 duhet pa në koneksitet ose lidhe me nenin 115 kushtetutës. Mendimi im personal është që presidenti Begaj duhet të shkonte informacionore, është bërë ankim ndaj këtij apo jo, duhet të shkonte informacion gjykatës kushtetuese. Sepse nëse ligji është i qartë, ligji kushtetues, sepse edhe kushtetuta është miratuar me ligj, është që dekreti nuk mund të bëhen zgjedhje të reja pa vendosur gjykata kushtetuese. Pse është vënë kjo? Sepse ka një qëllim ligjvënësi që është vënë që është vënë duke pasur parasysh që të ketë garanci për pushtetin vendor. Pra për kryetarët e bashkisë që të mos ketë ndikimit të pushteteve tjera, se nga që zgjedh, pavarësisht se është pushtet vendor, parimisht është i pavarur nga pushteti qendror. Dhe pa u shpreh gjykata kushtetuese sepse mund ndodh teorikisht që ta lënë detyrë, që ta lënë detyrë. Prandaj kjo është ideja. Tani gjykata kushtetuese vlen të domethënë që ka vepruar drejt, që ka vepruar me nenin 45 të ligjit për gjykatën kushtetuese, që e ka pezulluar këtë akt dhe si rregull po pezulluar vetëm për këtë pjesë, tani dhe është caktuar seanca gjyqësore. Tani është seancë publike, është diçka pozitive që është unanim. Velie do dëgjohet në një moment? Velie duhet të dëgjohet. Në kushtetues do dëgjohet? Mendoj se po. Do vinë në seancë, por kjo duhet të ishte bërë që në Këshillin Bashkiak. Tashi, nuk e di çfarë qëndrimi do marrë gjykata kushtetuese, por ne jemi 31 tetor është. 31, por ne jemi vend demokratik.
Që do të thotë? Dhe që do të thotë, në procesin jemi vend penal... demokratik, ha debat. Jemi në procesin penal, jemi po kështu për shkon duke hiq drejtën e fjalës, hiq të drejtë, hiq drejtën e pronës, edhe ndërkombëtarët prapë do thonë jemi mirë. Po tash ky a duhet gjohet ky njeri. Pra kryetari i bashkisë në procesin penal i panderi ka fjalën e fundit. Me zhvillimin e drejtës, e drejta e personit për të dëgjuar është dhe drejtën e punës. Jo, nuk është administrativ, se me këtë pretekstin administrativit kemi ardhur deri në këtë pikë që presidenti ka shkelë kushtetutën me 2 akoma. Neve duhet ta dëgjonim këtë njeri, sepse parimi i gjimit neni 42 i kushtetutës që çdo kush ka drejt të dëgjohet para se gjykohet, është parim kushtetutës për procesin civil, penal dhe administrativ. Po të kemi parasysh edhe një pastruese kur zgjidhet një kontratë pune, duhet ta dëgjosh tjetër, sepse pse është qëllimi është parimi i gjimit. Se ndoshta personi që po nis procedimin administrativ ka gabim. Pse se gjun velin ato, cili ishte shkaku? Pse e shkelën procedurën? Sepse neve duhet të sigurojmë një proces të rregullt. Tani ligji material është e vërtet që 62-3 ky person s'ka qenë, më është bashkia qendrore. Nuk është fakt. Është fakt. Por pse se mos ja respektojmë procedurën? Se thonë ato, ja, u dëgjova, veli, çfarë problemi ka? Ka problem, se ne duhet të respektojmë të liritë dhe drejtat e njeriu. Ky person po ta kërkon, se ka raste për shkakun që ke njerëz që janë dakord, or s'du dëgjohen, është punë tjetër. Pra shkelja e parimit, këtë do ta zgjidhë gjykata kushtetuese. Në procesin administrativ, çfarë pasojë sjell mos respektimi i parimit të gjimit? Dhe do ta shohim datën 31. Mendimi im personal është tjetër, që duhet shfuqizuar të kthehet dhe janë këshillin bashkiak vi ky dëgjohet. Vullneti këshillit bashkiak dihet, se gjithë janë për shkarkim. Por ta dëgjojmë atë rob, vit flasi ky. Neve dëgjojmë një person që do dënohet me burgim përjetshëm, dëgjojmë kryetarin e bashkisë, vit ta dëgjohet aty. Ti përgjigjet pyetjeve të anëtarëve të këshillit bashkiak. Aty vit i përgjigjet sepse është parim të cilin ai po e kërkon të përballet dhe duhet vi. Ka dhe një aspekt tjetër që përveç aspektit juridik që më shpjegoi shumë mirë avokati dhe është e tepër që të shtoj diçka për këtë pjesë për shkak se e njeh shumë më mirë këtë pjesën, më ka bërë shumë përshtypje në raport me atë se çfarë ndodh me përfaqësimin. Tani ne kemi zgjedhje në 6 bashki të vendit, po disa prej tyre janë pak më specifike, po për fshirë të Tiranës. Mjafto shohësh profilin e këtij presidenti për të kuptuar se deri në Xhigrat ka shkuar përfaqësimi në hierarkinë më të lartë shtetërore dhe për fat keq kjo po shkon edhe atje ku zgjedhjet janë me votë të drejtë për drejtë, sikurse është pushteti vendor. Bashki si Vlora, Durrësi apo Tirana që janë ndër bashkitë më të rëndësishme në këtë vend dikur kanë pasur në krye të tyre persona me profil shumë fort politik. Bashkia e Vlorës ka pasur Shpëtim Gjikën, një njeri i cili fitonte zgjedhjet dhe kur Partia Demokratike ishte në apogjeun e saj, flasim vitin 2007 edhe më vonë. Durrësi ka pasur një politikan lokal shumë fort, në perceptimin tim, sa i përket mbledhjes votave, pavarësisht atyre çështjeve korrupsione që janë çështje ditësore që nuk është vendi që ti diskutojmë, po për sa i përket të qendrit makinerie elektorale, në perceptimin tim ka qenë ndër politikanët më të fortë në vend. Zoti Dako, i cili e mbajti bashkinë nga 2005 deri nga 2019 dhe Bashkia e Tiranës është drejtuar nga një person që konsiderohej makinerie elektorale për të aferave korruptive dhe doceve për cilat i ka hesapet. Çfarë ndodh? Nëse ne sot do shohim profilet e kryetarëve të këtyre bashkive, në Vlorë, tani pas shkarkimit të atij ambasadorit, ne kemi me një njerëz të komanduar. Do pritet të jetë me shumë gjasë një grup kandidatja që mund të fitojë të zgjedhje përballë një kandidati të pavarur që opozita po e mbështet. Në Durrës ne kemi në krye të bashkisë një njerëz që nuk e ka as stofin politik apo as ambicin politike dhe as atë makineri elektorale, nuk është ajo makineri elektorale që ishte zoti Dako, që është Emiriana Sako, pavarësisht se është bashkëpunëtore e vjetër e tij. Ndërkohë e njëjta gjë po vjen në Tiranë, do kemi në krye të bashkisë të Tiranës një njerëz që për hir të vërtetës nuk është se është testuar ndonjëherë në aspektin elektoral, me votë drejt për drejt. Madje mendoj që kjo është hera parë që Ogerta Manasirliu gjykohet me votë drejt për drejt nga qytetarët, pavarësisht se është në parlament, mos gabojmë nga 2009 apo nga 2013. Çfarë do thotë ky Elkier, ky krahasimi që mora tani? Jo, ky krahasimi që mora është për te uljes së nivelit të përfaqësimit, unë këtë e lidh shumë me aspektin ekonomik që kanë këto bashkitë. Që do të thotë? Që do të thotë këto bashki kanë atë që quhet lloku i ndërtimeve. Kur flasim për Vlorën, po flasim parasysh për ndërtime që bën përballë ishullit Sazanit, ku vlera pronës pritet shkojë në mijëra euro metri katror. Kur flasim për Durrësin, duhet kemi parasysh që në Durrës sot në bazë të çmimeve të referencës, zona e Durrës Jat Marina është zona më e shtrenjtë në Republikën e Shqipërisë.
ku me çmim reference në atë zonë që ne e njohim, ku është metri katror është në 2.000 euro metri katror. Dhe po flasim për Tiranën, ku metri katror i kullave po themi shkon nga 5.000 deri në 10.000 euro metri katror. Dhe më bën shumë përshtypje që në këto bashki që kanë aq interesa të mëdha ekonomike që janë jetike për ekonominë e vendit për vërtetës. Po më thuaj që vjen njerëz të dobët politikisht në raport me qytetarin. Po vjen njerëz shumë të dobët politikisht që me gjas janë që çdo lloj vendimi apo çdo lloj kërkese se ti do thosh që ore dakord po lejen për kullën e ka Edi Rama, po lejen për kompleksin e ka Edi Rama, po nuk do merret Edi Rama me projektet e investimeve për shtrimin e rrugëve, për kanalizime, për krijuar atë që quhet infrastruktura e nevojshme për këto ndërtime që pritet të jenë leje që janë për klientel favorizues. Ne kemi rastin Juk. Kudo ku investon biznesmeni, po themi Zamirmane, kudo shkon infrastruktura para. Jo më larg se sa këtu. Me taksat e shqiptarëve bëhet dhe një tunel nën-toksor për shkuar te komplekset e Zamirmanit. Dhe prandaj këtë e shoh me këto zhvillime që lidhen aspektin ekonomik. Nuk po hytu tek pjesa e përfaqësimit se në fund ditës janë qytetarët shqiptarë ato që do votojnë dhe nuk hyte ato që e gjykoj votën, unë gjykoj procesin. A votojnë apo nuk votojnë shqiptarët e tjerë. Por nëse shqiptarët e japin votën 90% votave, pushka top ju bëft. Ato që ndodhi me Begajn, si e kuptove? Sepse u duk si shkele kushtetuese, realisht do dhe ishte, domethënë për sa kohë gjykata kushtetuese të thotë që shiko se te ky dekreti, ti zotëri ke bërë gabim, sepse nuk e respektuar në 115, tani me çfarë ma lidh këtë mua? Ka një diçka. Me një staf juristësh të dobët që punojnë në presidencë. Ilir Osmali nuk besoj që është jurist i dobët. Ilir Osmali mund të gabojë ndoshta me vedije, po që ti themi Ilir Osmali është i dobët, Ilir Osmali është nga ato që në 2011 ndikoi që Bashkia e Tiranës i kalonte Partisë Demokratike pas 3 mandateve që ishte Edi Rama kryetar bashkie. Pra është një nga mjeshtrat e KQZ-s. Është një nga mjeshtrat e KQZ-s dhe të legjislacionit. Më bëri shumë përshtypje, ndoj artikulimin e tij në opinion edhe më bëri shumë përshtypje këmbgulja në gabimin që kishin bërë, po që qartazi ishte një gabim i vetëdijshëm për qëllimet është e vështirë të flas. Është një situatë që nuk po e lexoj dot ende këtë nxitimin e kryeministit Rama në raport me këtë zgjedhje. Se në fund ditës ne kemi një president tropoj, Rexh Biberi është dënuar, nuk është në detyrë që përpara riorganizohet, po në kryet bashkisë Tropojit, dhe atje as nuk u mblodh Këshilli Bashkiak për të kërkuar shkarkimin e Rexh Biberit dhe asgjë tjetër. Kemi pas dhe një precedent kur gjykata kushtetuese e ka cilësuar antikushtetues për shembull shkarkimin e Sefiles në 2019, që mori vendim qeveria për shkarkimin e tij me idenë që organizoi protestat kundër zgjedhjeve që kishte dekretuar KQZ-ja. Nëse kam pak të vështirë të kuptoj këtë nxitim të kryeministit Edi Rama në raport me Bashkinë e Tiranës. Nuk e lexoj dot kur qartazi çdo gjë, të gjitha procedurat deri tani kanë qenë në shkelje, absolutisht gjitha. Ka ndonjë fitore të veliajt këtu? Shurtimisht? Është fakti që do shprehet. Është pak e vështirë të flasësh për fituese edhe për humbës në këtë histori. Kjo histori është shumë më komplikuar se sa na paraqitet ne në pamje të parë. Do të kemi parasysh që Bashkia e Tiranës është institucioni më i rëndësishëm në vend. Kuptohet pas kryeministrisë. Mini kryeministri që i gjithmonë kuptimin. Qeverim vetë sa i përket pushtetit ekonomik. Po mini kryeministri po ta shohësh. Që ka pasur dhe ky pushtet ekonomik patjetër që ka qenë ndërlidhur dhe inkryzuar me kryeministrin e vendit. Qoftë duke nisur nga çështja e inceneratorëve që ishte një çështje që nuk mund kalonte pa bekimin e të dyja palëve, pra edhe Bashkisë Tiranës edhe qeverisë. Prandaj unë është shumë komplekse dhe nuk e shoh arsyeshëm që të flas përpara se të fillojnë të dalin deklarata, përpara se të fillojnë të dalin dokumente, për të parë se si do jetë dinamika e kësaj përplasje, po themi, unë e shoh si një përplasje deri tani, po një përplasje në terma juridik luftë ftohtë. Në qartë. Faleminderit Keli. Fitoret e rinë veliet, shikon, gjikundi, nuhat diçka. Aspekti ligjor, ndoshta ty që tha. Në aspektin ligjor, Velia po kërkon parimin e dëgjimit, siç e thash dhe më parë. Ai kërkon dëgjohet para se të gjykohet, thotë ai më dëgjoni. Pra, nuk e di se çfarë do fitojë me kët, sepse partia e tij politike ka marrë një qendrim. Do bëhen zgjedhje dhe si rregull kur një parti, jo qoftë PS, qoftë PD, qoftë kur merret një vendim politik nga anëtarët e partisë do zbatohet. Tash ky mendon që të respektohet e parimi i dëgjimit. Tash se çfarë do fitoj me këtë, çfarë do ku do dalë di vetaj kuptimin që sepse fati që e ka kërkuar dhe 2 herë me shkrim, ai kërkon që të respektohet parimi i dëgjimit. Kështu që neve nga ana ligjore duhet të respektohet ky parim.
Shpresojmë. Kështu që nda 31 tetor edhe presim që vedje, po do jetë mund ta dëgjojmë mediat, do jetë me median kjo? Tani Besoj se po, Do të jetë me media aty. Besoj se po, për shkak të rëndësisë që ka si çështje. Edhe e dyta, nuk ka një sekret shtetëror se një diçka, kjo është çështje hapur. Tash te rasti i Velis çdo gjë ka dalë në media, po të keni parasysh, që derisa doli dhe masa sigurime dhe blerjet e rrobave. Po derisa doli dhe arrestimi u bë lef media. Kështu që ajo punë, kjo nuk shoh një sekret shtetëror anë gjë. Thjesht nuk do jetë kasete gatshme. Jo, sekretet nuk i dim ne, po sekretet mbase i mban ai dhe ne i thot aty. Mendoj se është pak vonë, ne thot sekretet.